Good morning, zemrat e mia. Live direkt e kjo video nga Borshi. Jam në Borsh. Dje ishim në Drimadh, pardje isha në Palas, pasi pardje isha në Vlorë, dhe sot nga Borshi do shkoj në Sarand. Pretty much, yeah, that's my life. Është një javë intense me lëvizje. I dashurim është duke bërë një tur gjithë Bregdetin e Shqipërisë, nga cep në cep, dhe unë jam me të. Dhe u kujtohet, ku për diskutoja me një shoqen time, dhe i thash, sa kam ardhur nga Turqia me mamin, i thash, kam vetëm një ditë kohë, i thash, bëjmë gati të ndroj valigjen edhe nisem prap, i thash, se kështu do lëviz me Gjonin. Edhe ajo ishte, si s'përton, dhe unë përtoj dhe me lëviz, si s'përton një gocë. Reagimi im ishte seriozisht e ke. Unë merja qenin tim, Sashën, dobermanin tim, tek pull edhe dimrit, lëshohesha plazhrave, tek pull vetëm e qenin, rria, shkoja në natyrë, eksploroja, shkoja maleve, që verës, po e po. Por që, unë jam ky niveli free spirit, do me thënë, dhe imagjino kur e gjen një njeri si vetja, do me thënë, si e hap kraun. Dje, shtrova se dilet e pasmet makinës, si shtrova që të hapja valigjen dhe ta kisha valigjen e hapur, sepse valigja ishte shumë e madhe dhe duke qenë se riporim vetëm një natë në një Bregdet, një natë në një fshat, një natë në një qytet, nuk e marrë gjithat valigjen e madhe, po ka marrë një valigje tjetër më të vogël, si puna Mr. Beanit, dhe valigja më e vogël fus gjërat esenciale, dhe nga valigja e madhe që është e hapur brenda në makinë, marrë që më duhet për ditën e radhës. Dje, kur po sistemoja bagazhin e makinës, bëra një video, pësoj thash, ja vlen ta nxjerrëm këtë ta bëj publike që ka marrë gjithë shtëpinë me vete me makinë, apo mos ta nxjerr. Po, do ja u tregoj çfarë video kam bërë dje te bagazhi. Hello, hi, atëre, unë nuk e di se kush duhet ta dëgjoj këtë, por që kisha dëshirë t'ju tregoja se si më pret ky sezoni veror. Nuk i dihet se ku do më hedhi Zoti. Themi që do kem një verë aktive me lëvizje. Nuk e di, a e kupton që unë kam shtruar se dilet e mbrapme i kam shtrirë në mënyrë që të mbaj këtë valigjen mega gjigande të hapur. Ma kapi qik hekurin aty, mini hekuri, përshëndesi mini hekurin. Okej. Mini valigje ku kam të gjithë shampot, kremrat e mi, suki, fuqa flokësh, aksesorë, më thash. Makina ekspresit pa të cilën unë nuk bëj dot pa kafe në mëngjesit që e ka marrë me vete, bashkë me kapsulat, dhe boksi, dhe libri. Por boksi, most important. So, yeah, pretty much, presoj që të keni bërë plane të bukura për këtë verë dhe t'ja kaloni sa më bukur, sepse unë duke marrë parasysh mbasmërje bukur pas kam për t'ja kalu. Jemi në rregull. Kjo ishte videoja që bëra dje. Kjo është kafja ime, ekspresim që ka marrë nga Tirana, sepse këtu në Borsh kemi marrë një apartament që është afër rrugës që ne na pret. Edhe normal, unë pa kafe në mëgjesit sëri dot. Pa kafe në mëgjesit në shtrat, të kësem këtu me të viza poshtë. Se okej, pjet kafja e syrit djath kur dalim pastaj te lokali lagjes. Okej, bëjmë gati tani se ka blim brapa që doli. I'm sorry guys, but okej, bëjmë gati tani se jam për Sarand.